Një vëlla pyeti një erond, një atë shpirtëror. Atë, më thuaj çfarë të mire të bëj që të zbatoj vullnetin e Perëndis. Dhe i erondi i tha, biri im, nëse dëshiron të bësh vullnetin e Perëndis, qëndro larg çdo padrejësie, larg çdo lakmie, larg çdo përfitimi në mënyrë të padrejtë, dhe mos ja kthe kurrë askujt të keqen me të keqe. Mos u tall nëse të tallin. Mos godit nëse të godasin. Mos mallko nëse të mallkojnë. Gjithashtu, sill ndërmend fjalët e Zotit që tha, mos gjykoni që të mos gjykoheni, falni që t'ju falen edhe juve mëkatet tuaja. Tregoni të mëshirshëm që të mëshiroheni, duke e ditur shumë mirë se sytë e Zotit, të kthyer drejt njerëzve, janë 10.000 herë më të shëndritshëm se dielli, dhe se Zoti nuk i shpëton asgjë, as mendimet, as qëllimet dhe as në një gjë tjetër nga të fshetat e zemrës. Kujtoj gjithashtu se pa dyshim do të dalim përpara fronit të Krishtit, që secili prej nesh të marrë sipas veprave të veta. Prandaj biri im, detyrohemi t'i bindemi Zotit me frikë e dridhje, dhe me gjithë nderimin ton, ashtu siç veta i urdhëroi dhe siç mësuan apostujt, në mënyrë që të jemi të vëmendshëm në lutje, të përqendruar dhe me durim të vazhdojmë kreshmën, përgjërimet, duke u lutur Perëndis, i cili shikon gjithçka, që të mos na lejojë të bijmë në tundim.